kontakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips. Fjala vjen, unë kam bler një libër të Mitrush Hotelit, edhe vajzët e librari nuk i kisha lek, i them sa, po me mall, i thashun sa, me fasule fjallë. Po ja thatë, silë sa qile fasule, thanë një torbë, edhe ta japë. Edhe unë mora 10 kile fasule nga Menkulasi, edhe shpura ati dhe bleva me fasule. Ndarja nga Partia Punës së Shqipërisë në fillim vitet e 90-ta të shekullit kaluar dhe lindja e Partisë Socialiste, padyshim që ka një emër dhe ai është shkrimtari dhe intelektuali kulminant Dritë Ragolli. Në Kongresin e 10 të Partisë Punës së Shqipërisë më 10 qershor 1991, ai mbajti një fjalim të guximshëm dhe historik, i cili shënoi njëkohësisht shndërrimin dhe krijimin e Partisë Socialiste. Dritë Ragolli doli përballë një turme të tërbuar që brohëriste Parti Enver, duke folur për ndarjen përfundimtare nga komunizmi dhe nisjen e një ere të re në Partinë Socialiste dhe politikën shqiptare. Kritikat e Agollit nuk u pritën mirë nga pjesëmarrësit, të cilët në kërk kundërshtonin duke thirrur Parti Enver, jemi gati kurdoherë. Jo, ma vërtetuat mendimin tim të fshehur në vetvete se Partia Punës nuk rinovohet nëse ju bëni kështu. Vërtitjet tuaja jashtë çdo civilizimi dhe jashtë çdo kohe të qytetëruar janë pasqyrë e një partie që është e shtrirë në shtrat dhe po jap shpirt, u shpreh me këtë rast Dritë Ragolli. Pas disa minutave brohoritje dhe kundërshtimi, me thirrje komuniste Agolli qëndroi i qetë dhe i palëvizur në foltore duke ju kthyer të pranishmëve. Ç'ishte kjo e gjitha? Ç'ishte ky pazar njëherë? Ju jeni si në vitin 1948 të gjithë. Pas këtij fjalimi, Partia Socialiste u detyrua të transformohej, megjithse vendi gjendej në një moment të vështirë dhe delikat. Pasqyra e kësaj vije është gjendja katastrofike e Shqipërisë, është varfërimi deri në palcë i saj. Ekonomia jonë, industria, bujqësia, duke ecur sipas dogmave marxiste, njëherë me lëndë të parë, edhe njëherë pa lëndë të parë, njëherë me instrumente, njëherë pa instrument, e tërë kolektive e gjitha dhe askujt. Tani o shok, ta lëm. Ju deri në fund mendimet e veta. Ju ma vërtetuat mendimin tim ma vërtetuat të fshehur në vetvete se Partia e Punës nuk rinovohet në qoftë se ju bëni kështu. Bërtitjet tuaja, jashtë çdo civilizimi dhe jashtë çdo kohe të qytetëruar janë pasqyrë e një partie që është shtrirë në shtrat dhe po i pshvirt. Shok, ju lutem, shok. Mirë, që është ky pazar njerë? Ju i nisi në vitin 1948. Dritë Ragolli u lind më 13 tetor 1931 në Menkulas të
rrethit të Devollit afër Korçës dhe u nda nga jeta më 3 shkurt 2017 në Tiranë. Pasi mori mësimet e para në vendlindje, vazhdoi gjimnazin në Gjirokastër, një shkollë me mjaft tradit, ai vazhdoi studimet e tij në Fakultetin e Arteve në Shën Petersburg. Ai ka punuar shumë kohë si gazetar në gazetën e përditshme Zëri i Popullit dhe për shumë vjet ka qenë kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. Për 30 vite me radhë Dritë Roagolli u zgjodh deputet i Partisë Punës së Shqipërisë. Krijimtaria e tij letrare është mjaft e pasur në gjeni e lloje të ndryshme. Poezi, poema, tregime, novela, romane, drama, skenar, filmash e tjerë. Agolli është fitues i shumë çmimeve dhe i nderimeve të tjera. Disa prej veprave më të rëndësishme të tij janë përkthyer në perëndim, në lindje e kështu me radhë. Dritë Roagolli hyri në fillim në letërsinë shqiptare në vitet 1960 si një protagonist i saj, duke i ndryshuar përmasën e së ardhmës. Në fillim të 90-tave u zhvillua një fushat e papar, jashtëzakonisht e egër ndaj Dritë Roagollit. A doni të behem pëllumbi pëllumba, më kini pëllumb me gjithmend. T'ju çmendë guguja nga gusha me pupla, pastaj në mërzi të më vrisni në vend. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Ishin 3 arsye që më rikujtuan vizitën e zotit Dritë Roagolli me bashkëshorten e tij zonjën Sadia Agolli në Kosovë. Në vitin 1991 në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës dhe PEN Qendrën e Kosovës. E para se e kam në mendje dhe zemër këtë shkrimtar që kur për herë të parë lexova vargjet e tij të përmbledhura në Shqipëri dhe indoktrinimin pozitiv që shkaktoi tek unë kjo poem. E dyta, para se ai të vinte në Kosovë, unë pata rastin disa muaj më parë ta takoj atë gjatë vizitës që bëri zoti Ali Aliu në Shqipëri, ku unë shoqërova gjatë gjithë kohës. Me këtë rast ishin mysafir në apartamentin e tij në qendrën e Tiranës, ku u pritëm si mbretër dhe ai dhe zonja e shtëpisë së tij, Sadie, që na bën një pritje bravurose. Edhe tani më kujtohet ajo pritje, ai diksion, ajo këngë nga jugu që na këndoi Dritro në apartamentin e tij. Dhe arsyeja e tretë është mënyra dhe forma se si ky intelektual gjatë kësaj vizite përshkroi dhe zbërtheu gjendjen në Shqipëri, si nga e kaluara, po ashtu edhe nga aktualiteti. Më 1991 në lokalet e shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, ku po zhvilloheshin pothuaj të gjitha aktivitetet politike, Dritë Roagolli u prit nga doktor Ibrahim Rugova. Në takimin me shkrimtar, përveç temave tjera, u bisedua edhe për PEN klubin shqiptar, i cili do të duhej të themelojë në Tiranë në muajin gusht 1991, por si rezultati ngecjeve edhe në komunikimet e shkrimtarëve dhe intelektualëve të Tiranë, Prishtinë, edhe pse përmes zotit Gani Bobi ju kishte dërguar një letër Besnik Mustafait në Tiranë. Ende nuk kishte një koordinim për antarësimin e PEN klubit shqiptar në instancat ndërkombëtare. Dritro u zotua se do të angazhohet rreth kësaj çështje. Të pranishëm në këtë takim përveç doktor Ibrahim Rugovës ishim Recep Ismaili, Ali Aliu, Sabri Hamiti, Zeqeria Ballata, Milazim Krasniqi, Lindita Aliu, Mehmet Kraja, Yusuf Buxhovi, Abdullah Zeneli, Beqir Musliu, Azem Shkreli, Eçrem Basha dhe Agim Çavdërbasha. Le ta ndjekim në vazhdim materialin.
Po mbledhjen e parë nuk kemi bërë se duhet të thirren edhe nuk më kujtohet membra cilët janë nga juaj këtej, që mund të bëhet mbledhja e parë edhe për t'ju propozuar. Qenë, unë fola atje edhe me këtë Mateo Matevski, është kryetari i klubit atje dhe është edhe antari kryesisht të klubit Këshillit Evropian, nuk e di ku është. Ai tha që do të bëhet mbledhja e parë e këtij nga shtatori, e kanë më duket o në manastirën në Shtup kush, domethënë Evropian, bakani. Kush do në qaj? Kafe, pa sheqer. Kafe në gjitha? Kafe. Kështu që mundet të dërgoj, ai më tha mua që do të ndryhej në këtë punë që tash për ta aprovuar këtë klubin tonë. Më tha vetë. Unë besoj që s'do të bazohemi shumë në Matevski nacional. Jo, s'ka gjë në dorë, po që të mos jetë punë në komplimin kundër Valë të ndryshme. Ne kemi pas biseduar një herë para 2 vjetësh me sekretarin e PEN ndërkombëtar të Kosovës në Bled. Ai atje ne dojshim atëherë para 2 vjetësh me klubin shqiptar të Jugosllavisë. Mirë para prosta kështu të kanë për klubin shqiptar thjesht. Bashkë me të gjithë shqiptarë shqiptarë, e kemi vendin hapë. Si vjetë ishim në prandaj edhe i këtuam ata 2 që erdhen, që ai dhe besniku. Sa vriu bashkë ishim edhe i biseduam. Ne dhamë shënime qysh atje, kush drejtohen. Po, më thanë mua edhe. Ata i kishin humbur. I kanë humbur? Mora një letër nga besniku, po ashtu thoshte një letër. Mas një 4 mujsh, mora një letër, në të cilën thoshte kjo puna është e majt. Letra erdhi në gusht. Letra e dytë ashtë nga besniku. Thoshte që kishin ba një listë njerëzish një 15 letra. Dhe propozon të kështu preq soka një kështu. Na umblodhën këtu me Ibrahim dhe bisedum pa. Dhe i bam një letër në këtë atë karatë Valgardo. Grupit iniciativ për PEN klubin kështu. Letra në këtë adres ka. Kur kujt personalisht. Gani Bobe ka sjellë atje. Gani nuk e ka unë pak e takova Gani, se pa ik një kreje, se kam pak. Letra. Ne atje bam një, si them, një propozim plotësimës. Para njerë për e parë shkel për në klubi, morën mendja që le të shkel pak me ma shumë shkrimtare, me pak gazetarë. Ati ma duk, ose pak të nese njëshin, kishtë mjaft gazetarë, që në PEN klubin në kontarë nuk thonë shumë. Nuk përjashtohen as ata, por letërsia shqipe ka pak. Ma shudrena edhe ma shumë, duhet të. Edhe ne të suma të disë, me nga Andrejën, në të dy anë. Edhe të diasporës. Listën plot, aty çka në kujtu ne, çka në ndu ne që duhet jetë shqiptar, gjitha anëve, diaspora në breshe, diaspora tjetër, të gjithë. Ne në morën mendja që, po ashtu, për kryeta, me që PEN klubi është asociacion jo qeveritare. Nuk duhet jetë një ministrës, po duhet jetë një shkrimtar. Edhe mundësisht një shkrimtar nga Matnjolla. Jo shkrimtar që do të afirmohet për mes PEN klubit, po shkrimtar që afirmohet PEN klubit. Kjo do t'ishte në duk rruga më drejt për start. Ne përvonohemi kaq shumë kohë që të startojmë në PEN klubet dhe me njerë të hymë me njerës që mund t'jenë shkrimtarë briljant, po sa po fillojnë me një libër, me 2 libra, ose me zi një pjesë më halve që fëmisë, kjo nuk shkonë. Duhet t'jetë shkrimtarë me një. Aty ku do t'jetë komentari të klub,
aty do të jetë qendra e këtij. Kryetari mund të jetë në Tiranë, mund të jetë në Prishtinë, mund të jetë në Paris, kudo që vë. Ai është kryetari i klubit shqiptar, aty e ka qendrën të klubit. Ne u pajtu tash në fillim patjetër të duhet. Propozimet konkrete i keni bërë? Në vletër janë të gjitha. Po të them shkurt, ne kemi bërë propozime se ishin vetëm në 15 evra, që ishin ka dhe presin, do e bërë shtu. Si Shqipëri pak si grupe. Kemi shtu kretë shqiptarë në vjohën shqiptarë, edhe në Shqipëri dhe në emra, edhe në Kosovë, kërëtisht në një 6 Ishte edhe sa prio i dhe një kushin s'ke kure bana. Ide kërkum që ta bani një blerë themeluese në Tiranë brenda gushtit, në Supergjilej. Brenda gushtit mund të vishin 2 veta në Prishtinë. Ose mirë edhe në shtator, po mos bënohet shumë. Gushti shkojnë? Shkojnë tash t'i gushtit. Gjatë tetorit është kongresin duket unë konferenca, në ndorit. Ne mund të ikë 3 veta, 6 veta, mbarë tash nga Greqia, kush mund të dalë. Dhe do t'ishte mirë dhe era. Gjatë shtatorit duhet të gjithë po. Na propozojmë më mirë shkën atëherë, po. Gjatë shtatorit duhet të në operacioni gjithë ajo mos jemi shumë tjerë. Letrën a e mori natën para se të nisë të kur jashtë, përndaj. Kush? Besniku. Besniku është i shpëndan. Besniku tite. Po, tite jashtë. Nuk i di aroma, se ja qoj njeri natën. Në Fransë? Drejtrona e qumë me njeri sepse me poste pasivit. Vend të njeriu, ja dhamë komplet në zartë, të mbyllur. E keni prapat e jo? Ma të E ka i po prekesa për tja. A jetë punuar ato. Ata nuk janë sigur. Po ta hartreqe në kërkur kënë me gjithë sigur. Si praktikisht organizojë, emra t'i kje, veçerja kemi, shtu kryesi, këtu i kemi për gjitha gjeratë. Pa përjashtë, nga 3 parës. Ani ta marrë kopje nuk. Gjithë një të uzuar kanë gjena da po. Ta shqipë, që mërë për partijë të utohen. Shqiptarën, marën vendimin të themelojnë të në klubë shqiptarë me këtë datë, me këtë seli, me këtë kryetar, me këtë sekretar, me këtë kryesi. I drejtojemi për klubin ndërkombëtar që ta bajtë mundshme të lidhemi në asociacionin ndërkombëtar. Edhe popularizohet në Shqipëri. Punë shumë e thjeshtë pa kërcë. Punë shumë e thjeshtë. Vetëm ja thon shqiptar që është asociacioni ndërkombëtar, lidhet me atë. Jo shoqata, po këshilli nga mbledhja duhet shkojë. Kështu që këta 20 herë nuk i ditë. Ministro, ta ditët e poezisë kur ma, në 20. Me 20 të tonë. Ne do të ftojmë përsëri. Po e bashkë vonë. Vonë bëhet për kongres tjetër. Unë thash me këta austriakun me radhë me që është në kryetarin. Mirë, tashi një konkrete këtu që të dërgojmë ne këto ftesat për qoftë të mbledhjes të shtatorit për klubin qoftë edhe të tjetrën me faks që të mos vonohet. Sa është faksi këtu? Me milatin të i ka. Na kemi këtu faksi demokratike. Çfarë numër ka? 27 660. Kjo është këto. Mund të dërgosh edhe në shtëpitë e Ibrahimit. Ose në shtëpitë unë që e ke numrin këtu, 40 650. Po. Që këtu e pas ke edhe të lidhjes. Edhe këtu e ke faksin. Cili ishte faksi i shtëpisë? Ky i pari është. I pari. Edhe këtu është faks prapë. Jo tjetër është. Jo, ai nuk është faksi. Njëre ke faks 24. Jo, 27. 660. Po. Mundën edhe të unë aty. Ku të ish në letë? Ku të ish në letë? Ka mund që 2. Po. Një cigare dhe 3 fjallë. Vetëm na tregoni ditën. Këtë ditë mbahet. Ftesa që t'ja paraqit një këtyre.
Na shkojmë për Rabat. Si gjithmonë që shkojnë shku shqiptarë që shkojnë shep të Rabat. Na ja për Greqi, ja me dalë me avion me për Evropë. Si vjetë në kongres, pika kryesore, si para pikë në kongresit, në 2 mbledhje është komiteti, mbledhjet e komitetit të shkrimtarëve të Burgosit. Mendoni edhe për këtë. Se është edhe kjo tashti, është pak gjambazve të edhe kjo përdoret për një afirmim. Po ku komiteti... Kongresi në Vjenë. Teme kongresit. Teme kongresit, një nga temat është Shkrimtarët e Burgosës. Shkrimtarët e Burgosës. Se Peni ka komitet veçantë për shkrimtarët e Burgosës. Kujdesit për ta, ku do në botë. Në vazhdim, fjalën e mori Zoti Azem Shkreli, cili tha. E 2 fjalë në qoftë se ka mundësi këto që i tha Regja, të shqipoj përsërisht se kujtoj që është qashtu më ndojë. Që ka tha Regja? Është e vërtet që në pen klub duhet të jenë emra që i kanë shpërthyer rrethin e anonimitetit, bilen mesin e vetën, e në ma qoftë se ka mundësi që një tha dikush nga jashtë. Po të shkohet me emra qoftë prej këtej qoftë për e ne që në mesin e vetën dhe s'kanë në emrë, atër bëjmë një start lik kështu edhe. Konsideroj që nga pikpamja metodës kjo që shkrimtarët prej këtu kanë përpozuar e shkrimtarët prej anoj, kjo pikërisht tregon se formohet një për klubeve i përbashkë, po edhe nuk i obligon ata të respektojnë një rigoroze këto, por i obligon e subaplikon që të kenë një kriter ma trap, ma rigoros. Me qenë se dhe ju kërë një këshim iniciativë atje, edhe i këshimet i shokë të edhe mund të këtë brejtë edhe për të ne edhe për anoj, mos të kuptohet që se ta që njëzit janë në ndjeshëm e mund të thërë që Kosovarë me kanë zgjatur e me kanë cekë. Jo, është... Jo, gjysë për gjysë. E përbashkët gjysë për gjysë. Jo me atë qëllim, me qëllim thjesht që shkrimtarë që vijen si shkrimtarë, mund të jashtohen. Kjo e dyta, e treta është e vërtet që kjo shkon me për lidhjet kombëtare, me këto emrat që kanë ndikim në për klubin ndërkombëtar, se nuk mund të animojnë këta të shumë. Edhe pranoj vërë e të marrë këto kontakte me këta. E fundit mendoj që ky klubi ka mundësi të edhe ka karakter të një subjekti me karakter ndërkombëtar. Edhe subjekti rëndësishëm, jo vetëm për çështje kulturore, por kulturore kryesisht apo në gjotë. Shikoni unë vërtet fola se që bëjnë sa po edhe në qoftë se nuk e kuptojmë kështu e s'përpiqemi kështu të afirmojmë si një subjekt sa më shpejt, jo subjekt pasiv, po subjekt aktiv, të rëndësishëm kulturore kryes nacional me status ndërkombëtar, atëherë në qoftë se ashtu e marrim kryet edhe më shpejt edhe në ma funksion. Që të vërëm? Në pyetjet që bëri Zoti Drit Ragolli rreth pen qendrës, sqarimin e dha doktor Rugova dhe Zoti Recep Ismaili, si në vijem. Kjo organizatë ndërkombëtare ka paguhet kuotë për të? Jo, mirë, po kudo ka një obligim shteti ta ndihmojë. Për Seline, diku më. Shteti ta ndihmojë vetëm t'i ndaj një farë fondi. T'i ndaj shteti një fondi. Ata janë krejtësisht pavarur nga shteti, bile në shumicën e rasteve janë konflikt me shtetin e vetë. Se dënohen shkrimtarët ku e diun në për shtetet të ndryshme, s'ka shtet që se dënohen nga pak, pen klubin ndërhimin gjithmonë. Jo, e kam për kvotën, duhet të paguaj? Jo. Nuk e besoj, në këtë ndërkombëtare. Jo, ndërkombëtarës nuk ka. Se në UNESCO dhe në këto degët për shembull të muzikës kemi hyrë ne, duhet $200 në vit e kemi, që në kanë përkuar, jemi ndërkuar. Me duket nuk ka, për në shëti mirë, për nuk ka. $200 nuk janë ndaj një jo, bëj, e ma. Në veni paguajës. Se
Po më duket Evropë vetëm ndaj s'kemi hyrë. Jo, dhe sovjetikët s'kanë qenë. Tash nuk e di, kanë hyrë apo jo? I kanë tre. Tre për klube sovjetike. Po. Ukraina, Bashkimi Sovjetik që si shtet, Gruzianët edhe Ukraina. Tre i kanë. Se dikur në pen klub këta ishin, edhe këto vendet e linjës. Mirë po pastaj ndodhe një nga tres, nuk e di një historinë e këta edhe duallat. Nuk e është të përzihen shumë. Në këto të gjatë Burbosovit, gjatë disidentët edhe duallat. Paralukët e kanë qenë gjithë? Paralukët e ishin, deri në vitet 50 dikun që të. Në vazhdim, fjalën e mori Zoti Mlazim Krasniqi, aso kohës sekretari shoqatës shkrimtarëve të Kosovës. Po kam besoj që të bisedë për këtë temën e tenit në një mënyrë rrumbullakson, edhe do të ishte interes që vërtet të punë shpejtohen në të zamë të termine. Mund t'jenë edhe kështu drejtore jo vetëm shkrimtar, filozof, njerëz intelektual që shkruajnë libra, që kanë një emër. Kështu mund t'jenë ata janë të dëshirueshëm. Mund t'jenë ndonjë për shembull historian që shkruan jo me ato që po thotë i biden, po që shkruan pak sociale. Njerëz ma çfarë? Po hap fort ajo nuk i nxjerr. T'jenë ekstra natyrisht, mundesh që të kenë. Mundësisht në karrocë. Tash besoj që pak e përmendëm se po flasim kështu. Një qëndrim, ndoshta tjetër fare ndaj shoqatës e shkrimtarëve dhe shoqatës e shkrimtarëve shqiptarë dhe duhet kishte lidhja e shkrimtarëve për shkak se ato modele ideologjike që e kanë më të ndarë me këto, edhe letërsinë tonë dhe shkrimtarët tonë në asociacionet tona praktikisht të ndërë. Besoj që edhe në ato plan programe të shkollave që duhet bëhen në Shqipëri, në cilat shkrimtarët sigurisht që kanë ndikimin e tyre, do duhet vërtet të përfshihen edhe letërsia shqipe, jo sa për të përfshihet, për të përfshihet ajo pjesë e vlerave të saj. Po thonë ato grupe punuese do të ishte mirë që të përfshihen edhe ekspert nga këndej, kështu që një herë mirë ta shikojmë letërsinë dhe kulturën shqiptare si një tanësi, dhe të krijojmë kushtet që të bëhet integrimi i hapësinës kulturore marrë shqiptare. Sa na përket ne, para sa mundemi të dim, jemi të gatshëm të gjithë që të angazhohemi të ndihmojmë. Mbetet që ju t'japni më shumë iniciative dhe më shumë përkrahje këtyre interesimeve tona. Na kemi mjaft shqiptarë se tash po themelohet, kemi mjaft. Po duhet edhe tjerë redaktorë, si mandej njerës që sigurisht matrik me gjutë huja, me komunikim drejt për drejt. Po, komunikimi është shumë i rëndësishëm, është ndërkombëtare. Qëndrimet e shtetit shqiptar ndaj letërsisë dhe protagonistëve të saj, sipas Dritë Roagollit, ishin kritikuar. Le ta ndjekim materialin në vazhdim. Qëndrimet e mëparshme janë kritikuar tek ne, edhe do të bëhen tekstet jo si Shtojc që ishte për letërsinë që krijohet, thoshte ishte një kapitull në fund fare, një Shtojc që edhe atje krijohet një, edhe të përmendet sa emra. Ajo do bëhet tekst i pandarë, kështu, jo me Shtojc, integral, i gjithë. Si qynë të rada të gjithë. Jo të ndash të rada që kryohet andej Noli, të rada, Naimi, gjithë. Në të si qynë këta të hyrë në rada. Po. A ishte defekt dhe ne kemi biseduar edhe në kushtet e dogmatizmit kjo gjë është diskutuar gjatë, por nuk ngull të kembë më shumë edhe aparati Komitetit Qendror të Partisë për një ndarje të tillë, edhe vetë akademia. Edhe ata binin që të bëhet kështu, si që ishte bërë. Tashi ajo kështjellë raksh, do të zerë vënd kështjellë e letërsisë.
Do berë, të punoj. Një dy fjalë, në vitit shkollora, ka në këtë plan të rritë? Po disa me remetime të tekstet, se është kohë e shpejtë. Do berë kjo. Se kjo do edhe një pregatim. Atë mirë e sa që do të në nga Kërë? Ne do të shkojmë në orën 3 do ikë. Sepse do vem pak në manastir. Janë 3-4 ekspozitat të cilat më njerë mund të. Të desha të zërë. Pa çështjet e ekspozitat. Në takimin tjetër, me përfaqësues tani të degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, përveç tjera është Dritro Agolli ju përgjigj disa pyetjeve të parashtruara nga të pranishmit. Këtë takim ai e hapi pasi Ali i cili njoftoi Dritro Agollin me të pranishmit duke i thënë se këto janë mbledhje të rregullta ku këmbehen mendime informata, qahen hallë dhe jepen ide të ndryshme. Materiali në vazhdim. Në orën 11 i kemi takimet e kështu përhershme, është njëkohësisht është edhe mbledhje e zgjeruar e kryesisë. Dhe informohemi në mënyrë kështu të ndërsjellë, ne informojmë çka dim, ata na informojnë çka din, edhe shkëmbejmë mendime, qajmë halle, kështu nga 1 orë, 2 orë, 3 orë ka njerë, bëjmë dialogje ka njerë me tone kështu Dritëroj është shkrim, besoj që e dini të gjithë, ka nevoj të ma prezentoj. Shfaqen dëshire, e morë vesh që jem atanë në zyrën e vogël dhe kërkuan që t'ju thuash 2-3 fjale. Ti them si një degë rëndej, demokratike. Po. Ja si thëmë no. Ba, e ashtu. Po mira bëjmë kështu, qëfar për shumë mundet të themu në dëngje nga qëfar interesant? Po me që kemi pak kohë, ta shfrytëzojmë kështu për çfarë. Po. Kur Dritro kuptoi se fjala ishte për degët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nëpër Kosovë, si me humor tha se edhe ai përfaqësue ka një degë demokratike nga andej. Pastaj u shpreh i hapur që për shkak të kohës së kufizuar të përgjigjet në pyetjet që u interesojnë të pranishme. Në pyetjet që aso kohë i bëri zoti Muhamet Piraku, zoti Bardhyl Çaushi dhe të tjerët, zoti Dritro Agolli përgjigjet. Muhamet Piraku, historia në një. Ne mund të këtyre burrave që këtu, po shoh se nuk më njofte. Kemi nejti, kom pasë më steqet dhe Jo të shimë ta live. E bashkë nuk më njofte. Vjen personalisht minër që edhe këta burra gjithë ndjen vetën mirë që kanë fatin kernesin. Shpesher bisedojmë për çështjet tona për tuaja. Lëvizjet që po bëhen, lëvizjet në ngritjen të quajmë demokratike të shoqërisë shqiptare, janë të pandashme si turve si në pjesën tjetër të Shqipërisë. Megjithatë, unë sa kam një pasqyrë nga dega ku jam udhëheq, posaçërisht disa trende sikur ne na befasojnë, shpeshherë ndoshta të kabluar ashtu prej asaj ndjenjës tonë të pajtimit kombëtar që kishim për një vjet e gjysmë. Sikur nihet në shpirtin tonë nevoja që vërtet ai ofrim ta përfshin edhe pjesën tjetër të Shqipërisë,
londineze ta quajmë. Të brendshme. Posaçërisht për çështja e pajtimit mes të njerëzve, mes të frymave politike dhe në një farë ne na duken pak të hershme disa hapa, posaçërisht për çështja e inskenimeve t'i quaj prap në marrë guximin ta them se nuk është adekuat, në stilin gati të një revanshizmi, inskenimeve të proceseve ndryshme se. Unë mendoj, personalisht, po edhe pjesa e mëdha kështu e bashkëpunëtorëve, se është herët për çështjen shqiptare dhe për shqiptarinë në përgjithësi të mirën me çështjet e njëri tjetrit, me çështjet të kaluarës të vjeshme, e cila hala nuk i dihet fundit. Duhet t'ia lëmë historisë, dhe vërtet të mirën me çështjet e së ardhmës, pa e ngacmuar të kaluarën. Se sikur nuk e njohim. Ju falenderoj, e më falem. Edhe një pyetje që është në këtë kuadër, profesor, a shpresoni intimisht ju që rrjedhët e mbara, do t'i quajë, dhe jam shumë i bindur, të shtetit nacional shqiptar të Shqipërisë, ashtu si kanë marrë ashtu si thoshë atë intensitet, ashtu do të shoqërohen paralelisht, të shkojnë me trendet sikur i dëshirojnë edhe në elektoralin shqiptare, si thosh në masat shqiptare, që të marrin vetëm të fillin pas gjitha këtyre thyrjeve politike, traumave që përjetuan e tjera. Që të shkojnë si ashtu si thosh me një paralele pak më të fortë. Ne kemi përshtypjen se shteti shqiptar është në trende shumë të inkurajuar. Ashtu edhe populata më tonë do të jetë në, si thosh, në atë nivel ta quajmë. Atë shpresoni ju intimisht. Populata jonë. Shqiptar andaj më tonë. Unë kam kështu një pyetje edhe më shkruaj. Më lejohet. Çfarë është disponimi edhe sa masa popullore shqiptare njohin gjendjen në Kosovë? Në letërsinë shqiptare faktikisht për 45 vite ekzistoi ai realizmi socialist. Çfarë mendoni? Se ndarmen dhe si mund të quhet ky realizëm socialist? Tashi durim pak. Për të pajtimi i njerëzve të edhe këto hapat e shpejtuara që bëjmë ne, edhe të merremi më shumë me të ardhmen se sa me të kaluarën. Unë mendoj që këto edhe mbase duken tepër të shpejtuar, sikur merremi tepër me të kaluarën në Shqipëri, por megjithatë me të kaluarën duhet që të merreshim pak. Sepse po mos qartësohet e kaluara si ka qenë e Shqipërisë, që siç e dini ka pasur një diktaturë të fortë të Partisë së Punës, veçanërisht në udhëheqjet e saj, të Enver Hoxhës dhe të Sigurimit dhe të tjerat, i ka sjellë dëm shumë Shqipërisë, jo vetëm pjesës të Shqipërisë së brendshme, por edhe të Shqipërisë së jashtme, të dyja pjesë. Prandaj me këtë të kaluar duhet që të merreshim. Dhe gabimi u bë pas vdekjes të Enver Hoxhës që e vonuam shumë atë rivështrimin e historisë të kësaj dhe rivështrimin e figurës së Enver Hoxhës. Sepse ajo na la pas ky rivështrim. E la pas edhe reformën politike dhe ekonomike tonë. Ne duhet të merreshim në fillim me, siç u morëm, me problemin politik të kësaj, për të parë gabimet e skaluarës dhe fajat, në mënyrë që të hithim hapa pastaj për të ardhmen dhe si do të bëjë Shqipëria. Për shembull, në qoftë se ne nuk hithnim poshtë disa dogma politike, nuk mund të kalosh në një hap ekonomik për të rregulluar. Ka qenë dogmë politike që Shqipëria nuk do kredi, apo ajo duhet të mos marrë, se e quan të dëmshme këtë gjë për pavarësinë e vendit e tjera, siç ishte edhe në kushtetutë kjo gjë.
Një ishte kjo. Tjetër, gjithë socializmi zhvillohet me një ekonomi të centralizuar, se decentralizimi të shpije në vetë administrim, e të tjera të këto të titos edhe këto që ishit këtej, privatizimi ishte i temshëm se socializmi nuk e praron një gjë të tillë, thuaj, nuk duhet ketë prom private, se humb kolektivi, individi, rritja e personalitetit njeriut vjen nëpërmjet rritjes kolektivit, është së prapsi, se kolektivi nëpërmjet individit. Tani këto ishin disa dogma që frenonin ekonominë tonë. Mirë po të mos sqaroheshin këto, atëherë nuk mund të ishte një hap në ekonomi, sepse të quante do të ngrishe në një mbledhje thoshte ç'na duhet të jemi izoluar dhe duhet të domethënë të kalojmë të hapemi, ai të ishte ti ke bërë gabim ideologjik dhe të fuste brenda apo. Ose duam prom private, po ta ngrinje edhe në parim qoftë kështu njerëzor, ai të fuste në burg për këtë gjë. Prandaj, kjo duke ta mbyllur gojën, frenonte edhe ekonominë. Prandaj ne u desh në radhë të parë të spastrojmë dogmat nga ana politike. Pastaj të kalojmë në reformën ekonomike. Që të ishim të lirë në mendime. Se mendimet tona kanë qenë të ngrira dhe të lidhura me zinxhir. Duhet të këputshin zinxhirët e mendimit. Dhe prandaj, po ta shihni ju historinë e demokratizimit të vendit tonë, ishte që hapi parë u bë që të ketë një pluralizëm mendimi. Të çlirohet mendimi nga këto dogma që t'i hapej rrugë zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Po që të bëjë kjo duhet të shinje gjithë praktikën e skaluar sonë. Ramizalia këtë e bëri, po e bëri me ngadalësi të madhe. Këtë vështrim të së kaluarës. Tjetër, ky pluralizëm mendimi në fillim i kundërshua pak nga udhëheqja e partisë, por pastaj ran dakord që kështu duhet ketë një pluralizëm mendimi që të diskutojnë njerëzit për këto probleme që të vi rradha të zhvillohet ekonomia e tjera. Mirë po, një pjesë e zgjuar e njerëzve tanë, edhe intelektualët edhe shtresat tjera, nuk mjaftoshin me këtë. Partia e punës e ndihmoi këtë që të ketë pluralizëm mendimi. Pse e pranoi? Që këta, tha, mirë e kanë përqendruar mendjen për pluralizëm mendimi, se Allahu na rojtë mos thonë pluralizëm partie, apo jo? Partiak. Prandaj përkrahu më shumë këtë anë të pluralizmit të mendimit brenda një partie. Dhe me forcët kjo se parandjente që këtu pas kësaj do të vijë radha pluralizmit partiak. Intelektualët dhe të tjerët e panë që pluralizm mendimi po të kishe ishte gjysmak. Sepse nuk do kishte fole pluralizm mendimi. Folet janë partitë që do të zhvillimin e partisë. Dhe u ngrit problemi i pluralizmit partiak. Këtu u kundërshua me të madhe kjo punë, vetë intelektualët nuk mund ta bënin, e bën studentët bashkë me lëvizjen e masave dhe u pranua pluralizmi. Tani, këtu bashkë me këtë duhej kritikuar me doj mos partia e punës për këtë, që thamë pse kritikohet. Edhe praktika e Merogjës. Pse? Se një parti, kur është, kjo nuk është parti, është institucion. Se parti një pjesë do thot, kur s'ke pjesë të tjera, do të se quan veten parti, quajnë institut apo jo, ose shtet. Dhe të gjitha praktikat shtetërore që partia burgoste, partia lironte, partia drejtonte ekonominë, partia drejtonte politikën e jashtme, partia gjithë duhet të thushin me doj mos këto për të përhapur këtë mjergull të së kaluarës që të shinje të ardhmen. E prandaj edhe bile ne u vënuam shumë për t'i bërë këto pas domethënë këtë rishëkim të rrugës. Atëherë edhe Enver Hoxha nuk do të pësonte këtë gjë që pësoj që hoq në monumentet që u bën këto gjitha, se atëherë do të thuaj që këto janë të mirat e tij, në luftë të bëri këtë, reformat që bëri e gjitha bashkë dhe tjerat i ka gabim. Atëherë do të qartësoj edhe si figurë këtë. Sa do ta sqaronte historia më vonë, por këto dushin thënë. Këto nuk u thanë,
Dhe ndodhi kjo që ndodhi. Pastaj, përveç kësaj faza e tretë e demokratizimit të vendit, është shpejt po i them, është kalimi në zgjedhjet lira. Po mos kishte zgjedhjet lira, prap edhe të kishte pluralizëm partijak, prap mendimi do ishte gjysmak. Ose 3/4 do ishte mendim. Nuk do t'i mjaftonte kjo tjetra. Që të kishte pluralizmi, të ishe në parlament, që të diskutonin njerëzit, partive të ndryshme që të ishin. Edhe kjo u kundërshtua shumë, në fillim u vunë desh të bënte një shartim partia e punës, të thoshte që subjektet ishin bashkimet profesionale të zgjedhjet, që të zëvendësonte partitë, lidhja shkrimtarëve, organizata e gruas edhe të gjithë. Synonte për këtë, që ti menjanonte partitë, të mos ishin subjekte. Edhe kjo nuk u arrit, edhe kjo me demonstrat e gjitha, dhe u plotësua gjithë ky cikël i kësaj. Domethënë i zhvillimit mbeti vetëm ekonomia që është e rënuar tek ne. Ka dhe një anarki. Tani, unë jam dakord me ju për të gjë, se tani po u thanë shumë gjëra të skaluarës dhe po përsëriten gjithë një po ato gjëra, po ta shihni edhe në shtyp. Që kjo po të merresh vetëm me të kaluarën, kalon në pleqëri, se plejtë merren vetëm me të kaluarën. Ne nuk duhet të amplakëm shoqërinë e re që ka filluar në Shqipëri. Se po të merremi gjithë një me të kaluar, ne do bjem në pozitat e partisë së punës, që merre gjithë një me ballistët, me biografitë, me zogistët, me të pasurit, të gjitha të shikonte këtë anë. Këtu ne nëse do të shikojmë vetëm këtë, ne do të metodat e partive të tjera do të jenë metoda si të partisë së punës. Dhe diçka ka mbetur nga mbeturinat e partisë së punës në këto partitë, se këto janë 10 parti kemi ne, janë nga një brum kanë dalë. Nga një brum që ishte janë bërë 10 qyrek. Edhe dashur pa dashur ka mbetur metoda e çdo e kësaj partisë së punës që kanë gjithë. Këta që janë në kryesi të këtyre partive, pjesa më e madhe ka qenë komunist, ka qenë antar partije, kanë fiduar, kanë marrë nga metoda e saj. Vetë jeta këto 50 vjet, gati 50 vjet, kanë fituar një rutinë. Të gjitha këto nuk ka nevojë të rinovohet vetëm partia socialiste që doli nga partia e punës, por të gjitha këto parti ka nevojë të rinovohen. Edhe në vështrimin e së kaluarës, se mbetëm po atje. Tashi po shikojnë biografitë këto parti. Filani thotë nuk duhet jetë se ka këtë biografi, apo i biri. Praktikisht është po metoda e partisë së punës. Tjetër, intoleranca do njerë, që e thash këtë mendim, edhe nuk e kthej dot. Ky është po i partisë së punës, se nuk e kthente. Prandaj nuk duhet të merremi shumë me këtë të kaluar, edhe është thënë edhe në shtypin e tyre, që disa janë të zgjuar, kanë thënë edhe në shtypin e Partisë Demokratike, edhe në të opozitës në tjera, edhe të socialistes. Kështu që ne po e teprojmë me këtë gjë, duhet të shikojmë më shumë të ardhmen. Të ardhmen sepse është problem jo vetëm për Shqipërinë, për ta forcuar atë edhe për ta bërë, po për Shqipërinë e brendshme, po edhe për Shqipërinë e jashtme. Se tashi ka ardhur ajo pika më kulminante që o do të ngrihet me të madhe ky problem me bashkimit kombëtar, ose tjetër shansë është vështirë që të jepet, sepse me që ta ka dhënë historia, Shqipëria kalon në demokratizimin e plot të vendit. Në këtë po, nëse kjo do të merret me të ketë një anarki të plot në Shqipëri siç ka tashi, që është anarki tash po qartësohet më shumë, po ka një anarki. Në qoftë se është kjo anarki, ajo nuk mund të marrë përsipër bashkimin kombëtar. Se anarkia është debashkim, jo bashkim. Ajo i sjell dëm edhe kësaj pjesës këtu, në qoftë se vazhdon ajo gjendje. Sepse nuk ka as autoritet, qoftë edhe në Ballkan, qoftë edhe në vendet e tjera, do t'i thonë juve, po me keni me ata që po grinden, po zihen njëri me tjetrin, apo ku do vini ju, apo jo. Do me thënë që ky problem i vendosis të një rregulli në Shqipëri edhe të një uniteti, duhet me dojmos se i sjell dëm çështjes të madhe kombëtare. Partitë tona të gjitha po të shikoni kanë një program.
kalimin e ekonominë e tregut dhe privatizimi, thelbi si është. Tani, kryesore si ideologji ose ideo patriotike është kjo me madhe, bashkimi i popullit shqiptar, si kom. Por që të bësh bashkim duhet të jesh i qartë me këtë. Ja dhe kaq. Edhe populli, atje që thatë ju, populli e ka kuptuar këtë gjë. Mos shikoni këta që ikën edhe që këto janë ikën edhe nga gjendje vështirë ekonomike, tjetër gjendja që është ikën edhe për kuriozitet, disa që të shohën botës, se kemi qenë të izoluar 47 vjetë, s'kanë parë botë dhe duan të shohën. Edhe po këta nuk janë popullsia, edhe ata nuk janë ndjem të këqin që ikën. Ata, si kur të ndodhë dhe një përsëri vinë ushtarë, këtu luftojnë, nuk janë, është ai problem, po. Kryesore që populli e kupton problemin e Kosovës si problemin të zem të Korçës ose të një rrethi tjetër të Shkodrës e gjitha. Kjo nuk e them për këta kanë qenë edhe Aliu edhe të tjerë dhe e ndjejnë këtë edhe të vejlit prej 5-6 vjetë, po këtë me Kosovën gjithë një mendjen atje kanë. Prandaj që kjo njihet si njihet jo vetëm si thjesht që janë shqiptar, po njihet edhe si problemi i asaj. Shumë tashi kohët e fundit janë marrë dhe masa të tjera mbrojtje në vendin tonë. Edhe bile edhe masa më të ashu që duhet i them ju i kini vetë që sido që të ndodhë të jenë të sigurt kjo pjesa këtej. Si çfarë do lloj që të ndodhë. Se vërtet kanë ndodhur kështu në Shqipëri ka një farë kaosi, po këto të tjera të hallkat e fortat asaj nuk janë në kaos. Do më thënë janë në gjithë kufirin është marrë një do më që nga banimi ku mund të rinë njerëzit e deri të të themu. Falenderit, më lejoni të falenderoj me emrin tuaj. Mund të rinim gjatë, po ju keni na ke bërë forç. Mendoj se të pranishmit që dëgjuan fjalët e mësafirit Dritro Agolli dhe përgjigjet në pyetjet e parashtruara u kthjellën nga njohëtia e krijuar si rezultati i mosnjohjes së realitetit në Shqipëri. Shikues nderuar, ishin këto 2 emisione që përshkruan 3 vizitat e para të intelektualëve të Shqipërisë në Kosovë. Pas blokadës që nga vitin 1981. Pastaj vazhdoi komunikimi ndërshqiptar me disa vështirësi teknike që impononte regjimi serb në Kosovë duke kushtëzuar vizitat në Shqipëri me vizat e famshme dalse. Ishin këto mbetje absurde nga një regjim gjakatar. Megjithatë shqiptarët gjenin forma për ta vizituar Shqipërinë. Në fund të këtij prezantimi, dua të them një deklarim të madhit Dritro Agolli për dietarin Ibrahim Rugova. Mendoj se nuk e kemi kuptuar aq mirë Rugovën. Unë e kam kritikuar për anën paqësore të drejtimit të tij. Kam bërë edhe ironi me shallin e tij. Dhe tani ndjej një farë pendese që në atë kohë nuk e kam kuptuar aq shumë. Por tani, unë kam kuptuar që nuk kam pasur të drejtë të mëdhenjet pendohen. Me kaq, po e përfundojmë edhe këtë cikël të 2 emisioneve me temën në fjalë. Ju rikujtojmë se emisionet fakte i keni në KTV Vision dhe YouTube, çdo të shtunë në ora 21 dhe reprizat të dieleve nga ora 17. Pini ujë rrugove, hani vipa chips, udhtoni me fibulla dhe falenderim kompanisë Medika me pronarët Ardin dhe mikun tim Dane. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips.